Thot Allahu, thot Ibn Kaimi ka da gjërat në dy grupe, cilat nuk kanë grup tret. Thot, ose kime pasu atë me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose kemi pasu epshet, dëshirat edhe tek ato. Nuk ka diçka tret në të mes. Nuk ka domethënë opsion tjetër, nuk ka opsion tjetër. Andaj thot faman taraka istajabatahu idha dhaharat lahu sunna. Thot andaj thot personi i cili nuk i përgjigjet thirrjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ati i shfaqet një sunet, thot wa adala anha ila khilafihi. Edhe ja kthen shpinën, edhe fillon domethënë ndjek një rrugë tjetër përveç sunetit, thot faqad ittaba'a hawa. Vjen opsioni tjetër. Çka domoni ka ndjek epshin e vet, tekat edhe dëshirat e veta, mendjen e vet. Pasi që se vëllezër këta na bëhet e qartë se sa e rëndësishme është që ta përhapim këtë parim sot mesin e njerëzve, domethënë. Ti këshillojmë njerëzit me këtë parim madhështor. As më tepër në kohën cilën po jetojmë, kur e vrem se janë domethënë përhapme të mëdha tekat, dëshirat, epshet e njerëzve. Janë bërë lloj-llojshme mënyrat se si njerëzit sot i trajtojnë tekstet fetare. Edhe si i refuzojnë tekstet fetare, me lloj-lloj arsyetime. Dikush del edhe, për shembull, hap tazi e përkrahet domethënë bidatin e vet, thirrën to. Tjetri del do thotë edhe e propagandon atë metodologjinë se se duhet na me i sqaru ose me i kuptu tekstet fetare. Një i tretë del edhe i pason domethënë ato lehtësime të çka dietarëve. Që do ta sqarojmë tash më vonë që është gjë shumë e rrezikshme. Më thon i pason ato fjalë dietarëve, cilat janë përputhje me tekot edhe me epshet e tij. E jo ashtu siç kërkon Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni edhe përpara tek brezat e parë të Islamit, por edhe në kohë, domethënë që jo fort lart, njerit kur ke dash domethënë me sqaru diçka që ai do thotë me zbatu urdhrin e Allahut edhe mu largu nga dalesa e Allahut subhanahu wa taala. Ka mjaftuar me i thon çka? Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thënë sahabët. Edhe më herë çka? E ka vënë në praktik atë urdhër ose atë ndalesë është largu prej saj, edhe është dorëzu, është pajtu me këta, edhe nuk ka filluar me të bëjë debate ose polemika në mënyrë që cilat japin me kuptues ai nuk po don me kry atë vepër, po don me refuzu. Dorsa sot, sidomos kohën cilën po jetojmë don kur përhap me të madhe këto informatat edhe rrjetet sociale, njerëzve ju kanë hap vëllezër dyert shumëta prej nga ju vijnë don sigurimet e informatave, të informacioneve. Edhe tash kanë filluar secili me lexu. Edhe kanë filluar për shembull me lexu fjalë shumëta që kanë bënë me xhilafin që kanë fikh. Për shembull ja kallzoni mesele, ai thotë ka xhilaf hoj për shembull këtë mesele po. Filon dietari çka thotë, kështu e thotë ashtu. A është ky problem? Po pse ai po lexon për shembull që ka xhilaf mes dietarëve, nuk ka ky kurfar problemi, se xilafi nuk është tash. Xilafi është çka shumë i vjetër. Edhe sahabët kanë pasur xhilaf, mos pajtime mes vete. Mirë po ku është problemi vëllai? Bon, xhilafin as mundu me kthy mbrapsht ose me mbyll. Se është diçka që Allahu domethënë ka caktuar me urdhrin e tij kozmologjik. Mirë po ku është problemi? Apo më thon, më mirë më thon ku është ajo fatkeqësia, në cilën po bin njerëz sot. Se ai disa persona sot i shfrytëzojnë këto fjalë dietarëve, cilat më thon kështu janë shadh dhe janë sregullta nëse dojmë i mat me atë peshorën e dietarëve të fikut. Edhe aty e gjen domethënë atë rastin e tij të volitshëm që ai më marr ato dhe më apliku pastaj në jetën e tij. Domethënë, xhilafin e dietarëve mos pajtimet e bën si argument, nuk i kthyer argumentet. Mirë po thotë, përderisa ka dikush që ka thënë kështu këtë mesele, që lejohet për shembull, thotë unë e poj këta pa kurfar probleme. Në anën tjetër, nuk i kushton vëmendje fare pjesës më të madhe dietarëve, më thonë që është si lloj ixhmai ose konsensusi ose gati si ixhma, qysh prej brezave të parë të selefit, domethënë të Islamit e deri më tani, se diçka për shembull është haram apo është një fjalë apo një vepër është haram. Domethënë nuk i merr parasysh fare këto. As më tepër domethënë kur i qartësohet për shembull se çajo fjalë që e ka thënë ai dietar është gabim. Është gabim, pse? Se për shembull ai dietari, siç Ibn Taymi vëllazër ka një libër shumë të rëndësishëm me sa di është për këtë edhe në gjuhën shqipe, Raf'ul Malam anil A'immatil A'la. Largimi i çortimit nga dietarët imamllarët e fesë. Aty tregon pse ka xilafe domosdoshmë mes dietarëve. Pse dietar ka thonë kështu, pse edhe ju gjan arsyetimet dietarëve pse e ka thënë atë fjalë që dikujt mundet më dog diçka e rënë ose tragjike. Por dietari e thet një fjalë pse se ndoshta nuk i ka ardhur çka argumenti, apo ndoshta i ka ardhur argumenti, lloj shkaqe. Mirë po ai nuk e sheh si të saktë atë, apo e ka interpretuar çka ndryshe, nuk e ka kuptuar ashtu siç e ka kuptuar tjetri. Por janë shkaqe të shumta, me 10 shkaqe.
Domthon ky dietar ose ky imam që ka thonë ky mendim, padyshim se ky, domthon arsyetohet te Allahu, madje edhe çka shpërblehet te Allahu, siç ka kallëzuar pejgamberi sa e ka jep mundin. E ka jep mundin me arrit deri tek një mesele e fesë, pastaj s'ja ka qellu, kështu që gjuna nuk ka, mirë po e ka vesh një shpërblim. Mirë po. Në anën tjetër çfarë arsyetimi ki ti që e pason ata, duke e ditë domethënë që ai ka kundërshtu, domethënë gati krejt dietar tjerë. Ty të ka ardhur Kur'ani, të ka ardhur domethënë hadithi i pejgamberit sa. Pastaj ti pretendon se të lejohet me e marr atë mendim sepse dikush paska thënë ashtu e paska jep atë mendim. E dëgjojmë këta shpesh dhe përsëritin këto fjalë shumë, do të thonë që përderisa unë thotë nuk e kam kundërshtuar ai ixhma kështu konsensus mesin e dietarëve që është i prem apo ndonjë tekst drejt për drejt edhe kategorik fetar, thotë s'kam gjëna unë me kry atë veprim. Në anën tjetër më ky person harron apo bëhet kinse po harron se si dietarët i kanë ato parimet e veta në mënyrën se si argumentojnë për marrë deri te një gjykim fetar. Nuk është ashtu siç pretendon ky. Vetëm e gjet një mendim diku edhe ti tash më e marr edhe me praktikuar jetën tënde po. Ai takon i hisë këtij personi për kësaj fjalës të Allahut, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dije se këta po i ndjekin epshet e tyre. Padyshim që po. Se ky po e ndjek ato që çka po i shkon për shtatin natyrës tij. Pallëzër këta njerëz po ashtu duhet t'ja kujtojmë edhe fjalën e Allah subhanahu wa taala këtë parim që e kemi marrë në derset e kaluara, balil insanu ala nafsihi basira thot Allah. Njeriu më së miri e njeh ka veten e vet. Pa marr parasysh walau alqa ma'adhira, edhe nëse ai shfaq ato arsyetimet e veta. Pa marr parasysh ti shfaq arsyetime sa dush. Ti në veten tënde e din se nuk është diçka që në rregull. Nuk është mirë kjo që to e bën. Po ashtu duhet më ja kujtoj vëllezër edhe parimin tjetër që ka në fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të hadith që shumë dietar domethënë e bëjnë si sakt. Thot pejgamberi sa el birru matma'annat ilayhi nafs wa tma'anna ilayhi al-qalb. Ka thënë kur e kanë pyet çka është mirësia, ka thënë mirësia, puna e mirë është ajo ku të qetësohet shpirti edhe të qetësohet zemra. Do nuk i diçka si të brejnë shumë rënë ato. Thot wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr. Thot gjuna është ajo pejgamberi sa e cila domethënë nuk zën vend. Të han mrena. Nuk i qetësin to. Thot wa taraddada fi as-sadr, edhe të lkundet brenda në zemër. Nuk gjen rahatin to. Po ashtu thot pejgamberi sa istafti qalbak. Pyet thot kërko përgjigje pi zemrës tane ka thënë. Wa in aftaka an-nasu aftak. Edhe nëse njerëz të japin përgjigje. Badihava ti e din më së miri domosdoshmë. Në veten tane e din se çka ki më së miri, e njeh veten tane më shumë se çdo kusht tjetër. Mirë po, për kon vlen vëllezër kjo, që ti më thon me pyet zemrën tane. Ose që ti nin diçka, më thon zemrën tane. Kjo vlen për ata persona siç kanë thënë dietar që ende i ka me dritë në zemër. Dritë kjo që nuk ja ka ersu, domethënë ajo errësira, nuk ja ka mbulu ajo errësira e epsheve edhe e dyshimeve. Dorso nëse personi vonë është i tillë që është i dhanë shumë as gjunave, mas epsheve është thelluar në për ato luginat e tyre, këti nuk mundesh më thon pyet zemrën tane. Sa i padyshim që nëse e pyet zemrën e vet, domethënë zemra ka të smut. Zemra ja lejon ato gjëra të cilat ai domethënë po e pyet zemrën edhe po i kthehet nefsit për to. Shkon edhe çfarë tregimi të bukur na sjell Ibn Xhauzi rahimahullah për veten e tij, duke përshkruar një gjendje në cilën ka kaluar ai gjatë jetës së tij, që është e ngjashme me këtë parim që po përmend. Thot një herë librin e tij Saidul Khatir, gjuetia mendimeve, thot një herë një ditë prej ditësh thotë unë thotë praktikova një vepër thotë që disa medhhebe kështu të fikut thotë është halal, lejohet me e bë ato. Edhe kështu thotë e interpretova, përderisa disa dietar thotë e kanë leju, atëherë po e bëjnë, nuk ka diçka të keqe thotë. Mirë po thotë merr thënë zemrën time thotë fa wajadtu fi qalbi qaswatan azima. E ndjeva thotë një ngurtësim të madh në zemrën time thotë. Thotë wa takhayyala li naw'u tardin 'an al-bab wa bu'd. Thotë edhe fillova ta ndjej veten se Allahu thotë më ka larguar nga porta e tij dhe më ka përzon. Thotë wa dhulmatun takatharat. Dhe ndjeva thotë se në zemër veç thotë ajo errësira filloi thotë edhe mbulonte sa më shumë dhe bëhej më e dendun, më e ashpër. Thotë fa qalet nafsi, tash po e përshkruan se si ka filluar me debatu me veten e tij. Thotë i thash vetes time, çka është kjo? Çka është kjo që po ndjej? Thotë eleysa ma kharajta an ijma'i al-fuqaha. Shpirti po thotë po më thotë kështu. Pse po ndjen këta? Ti s'ke dal prej ijmas të dietarëve, ti e ke bani një vepër që disa dietarë thonë se është ka halal. Thotë ju drejtova vetes i thash ja nafsu, po shpirti keq. Thotë innaka ta'awwalti ma la ta'taqidi. Ti e ke bë ato që thën zemër çka nuk nihesh rahat për to. Nuk e ke bë me besim plot që është ka halal. Thotë falau istuftiti lam tufti biha. Thotë sigurt të kisha pyetur në ty,
ti mos s'ma kshef çka këtë përgjigje. Pastaj thot e ka ngushëllu veten, i ka thënë oj vetja ime, ka thënë ti, në mënyrë ka thënë ti duhet tash më gëzu për shkak kësaj gjendjes cilën ti po e ndin çka në zemrën tënde, çti ngushtimet edhe errësirës që e kanë kaplu. Pse thot li'annahu laula nurun fi qalbika ma athara hadha 'ind. Se mos kishe pas dritë sa do pa në zemër, kjo nuk ishte çka më ndiku fare në zemrën tënde. Andaj falenderoj Allahun që po nihesh keq për shkak kësaj që e ke bërë. Një shejх vëllezër në Arabi Saudite përmend thot një debat që e kanë bërë thot me njërin prej këtyre personave të tillë që von kështu kanë hyrë këtë formë edhe në mënyrë kanë filluar me pasu disa mendime kështu të rregullta dietarëve, të cilat bin ndesh me mendimin me thon kështu me thon shumicës me thon dietarëve që janë islam. Edhe thot gjatë debatit të sipër thot I thash, o filan thash, lëna këtë anën e debatit, diskutimit nga ana e fikut, kush e ka mirë çka, kush e ka keq. Mirë po thot, kallëzom ti, kur po e bën çit punë, çysh po e nin vetëm? Çysh po e nin çka zemrën tënde? Apo nin çka rahati në zemrën tënde apo jo? Thot edhe thot betun Allahun që nuk po nin çka rahatin atë punë që është e bën, po. Mirë po thot, po e mashtron veten realisht se filan shejhu çka ka dhënë fatva, ashtu po. Thot zemrën e vet, zemrën e tij thot është nuk është I qetë, nuk është rahat me atë fatva. Andaj thot I thash, o filan thot filan dietari që e ka dhënë atë mendim, ai është I arsyetuar te Allah subhanahu wa taala. Mirë po ti thot, shpëtoj veten tënde. Po mos lejo që me ec pas lehtësimeve dietarëve. Sepse kjo është një lloj çka nifaku, është një lloj dyftyrësie, edhe është ka pasim I epshit. Për këtë arsye vëllezër kanë thënë dietarët e selefit men tatab'a ar-rukhas al-ulama, kush I ndjek ato lehtësime të dietarëve, tazandaqa. Bëhet zindik. Po me kalimin e kohës mundet me dalë çka për I fesë krejt. Allah na ruaj. Se në çdo mëdhëb, në çdo fjalë mundesh me gjetë diçka. Për shembull, ki mendim që haxhin mundesh me kry për ndoshta për 2 ditë. Shumë shpejt po. Ose ki mendim për shembull që fillon martesa kështu lejohet, kështu lejohet. Po që realisht ato janë gjuna çka të mëdha. Për çata kur ti I pason vetëm ato lehtësime të dietarëve, atëherë siç kanë thënë selefët, dije që tek ti është mbledh krejt të keqja. Këtë sherrit u ka mbledh po. Andaj njerëz duhet me pas kujdes.